Të mërkurën në orën 14 në stadiumin Flamurtari të Vlorës do të luhet java e 29 e kategorisë së parë në futboll. Flamurtari do të pres Pogradeci në një takim shumë të rëndësishëm. Trajneri Andrea Agostinelli thekson se pushimi i kampionatit i ka bërë mjaft mirë skuadrës dhe se tashmë forcat janë përqendruar tek ndeshja e radhës. Ancora una battaglia, siamo abituati, speriamo di uscirne ancora una volta vincitori. Mendoj se periudha e ndërprerjes së kampionatit na ka shërbyer mjaft mirë për të përgatitur dhe për të bërë më të mirën tonë. Kemi patur mundësi që të marrim energji dhe të qetësohemi. Besoj se një pauzë e tillë në këtë moment ku është kampionati është shumë e nevojshme. Jemi përgatitur mjaft mirë dhe me të gjitha forcat për të gjitha ndeshjet që kemi në vijim. Besoj se një pauzë e tillë në këtë moment ku është kampionati ishte shumë e nevojshme. Jemi përgatitur mjaft mirë dhe me të gjitha forcat për të gjitha ndeshjet që kemi në vijim. Trajneri Agostinelli e cilëson Pogradecin një kundërshtar të vështirë, por sipas italianit të pankinës vlonjate, skuadra kërkon vetëm fitore. Agostinelli thekson gjithashtu se pret sa më shumë tifoz në stadium ditën e mërkurë. Me Pogradeci na pret një kundërshtar shumë i vështirë. Ata luajnë mjaft mirë futboll, por e vështirë do të jetë edhe për ata. Na duhen 3 pikët. Nuk e di se çfarë mendon kundërshtari për këtë gjë. Kjo periudhë na shërbeu për të rikuperuar lojtarët. Aktualisht jemi në periudhën më të rëndësishme të sezonit futbollistik. Sa afrohemi drejt fundit na shtohet arritja e objektivit, por edhe ankthi. Pret që tifozët jenë të shumë në numër, ashtu si edhe në ndeshjet e tjera. Flamurtari Pogradeci do të startojë të mërkurën në orën 14 në stadiumin Flamurtari, një takim shumë i rëndësishëm për objektivin që ka skuadra vlonjate dhe që luhet në kuadër të javës së 29 të kategorisë së parë në futboll. Vlen të theksohet se klubi për tribunën qendrore ka përcaktuar 1000 lekë çmimin e biletës, ndërsa tribuna C do të jetë falas, ashtu si kundër, falas do të jetë hyrja edhe për femrat në tribunën qendrore.